Lavdi për jetuar ti unë qellor, vim për para fronit tënd, për lavdit e emrit tënd, me falënderim, me adhurim, me falënderim në portat tënde, me lavde në oborret tënde. Lavdi, lavdi për jetuar ti unë qellor, ti e jeta ime, ti e gëzimi im. Pa ty nuk mund të kryja asnjë gjë Jehova ti. Ti na mundson çdo gjë, ti na siguron çdo gjë Jehova ti. Prandaj dhe sot o ti, o sjell zemrën time para teje, lutem o atë për lavdinë tënde, të shfaqen në mesin ton. Lutem o atë na falësh ne o ti. Lutem o atë si popullin, që është larguar nga urdhërimet tënde, nga ligjit tënd o atë, ki mëshirë o ati, ki mëshirë dhe fal pautësit tona o atë, ki mëshirë o ati. Lutem o ati, sjell o atë lutje para teje, ti je Jahve Zoti i madh dhe i tmerrshëm o atë, ti ruan bestidhjen tënde dhe mshurinë tënde, me ata që të duan dhe respektojnë urdhrimet e tua. O ati im, kemi mëkatuar para teje, kemi qenë në rebelim o ati im, si populli jon që përmende emrin e Mesias, duke u larguar nga urdhrimet tënde, nga dekretet e tua, nga festat e tua. Nuk kemi dëgjuar profetët shërbëtorët e tu, që kanë folur në emrin tënd. Lutem o ati, sepse ty të përket drejtësia, neve turpi fytyrës siç ndodh pikërisht sot në Shqipëri, me burrat që janë përpara teje, ata që janë afër, ata që janë larg, në tërë vendet ku ti kesh përndar, për shkak të pabesisë që kanë kryer kundra teje. Turpi fytyrës është për ne o ati, për mbretërit tanë, për krerët tanë, për etrit tanë që kanë mëkatuar kundra teje. Nuk kemi dëgjuar zërin tënd, nuk kemi ecur sipas ligjeve tënd, që ti na kishe vënë përpara se ne të hynim në beslidhje, në me anë të shërbëtorëve tënd, profetëve tënd. Prandaj e gjithë Shqipëria ka shkelur ligjin tënd, ka marrë një rrugë të keqe për mos i bindur zërit tënd. Prandaj mëkimet bien mbi ne ma e shkruar në ligjin tënd, sepse neve kemi mëkatuar kundra teje o ati im, dhe shikojmë mjerimet në familjet tona. Lutem o atë të heqësh këtë mjerim, lutem o atë na ndihmosh na falësh nga paurësitë tona, sepse çdo gjë që ti ke shkruar në ligjin e shërbëtorit tënd, kanë rënë ato fatkeqësi në popullin ton. Lutem o ati im, na kthesh nga paudhësia jonë, të kujdesemi për të vërtetën tënde. Lutem o ati im, ti je i drejtë në të gjitha gjërat që bën, ndërsa ne nuk kemi bindur zërit tënd. Prandaj tani o Jahve Zoti im, që ti nxorre popullin tënd nga vendi i Egjiptit me dorën e fuqishme, dhe i bere vetes një emër siç është sot. Por ne kemi mëkatuar, kemi kryer veprat e liga. O Jahve, sipas drejtësisë së sante, bëj të lutem që zemërimi yt
Shpërtërbimi hy të largohet nga Shqipëria, nga qytetet tona, për mëkatet që neve kemi kryer, pa udhësitë e hetërve tanë o Atim. Lutem o Hat, dëgjoj këtë lutje të shërbëtorit tënd. Për gjërimet e mia që bëj o Hat përpara teje, dhe ktheje fytyrën tënde mbi vendin ton, mbi asambletë tona që janë të shkretuar. Veri veshin o Ati im, saj lutje o At, lutem o Ati im, sepse nuk paraqes lutjen time para teje, për çdo vepër të drejtë që mund të kem kryer përpara teje, po për dëmshuritë e mëdha o Ati im, dëmshuritë tënde. O Jahve, dëgjoj dhe fal popullin tonë, na fal o Ati im. Për shkelit e ligjit tënd kemi harruar ligjin tënd në Shqipëri dhe për tej. Ki mëshirë o At, ki mëshirë dhe na fal o Ati im. Ki mëshirë o At, ki mëshirë dhe na fal o At. Në hap sytë e mendjes të shikoj mrekullitë e ligjit tënd. Na çliro o At, na çliro nga paudhësia, na çliro nga frika, na çliro o At nga zgjedhjet e të ligut që kanë ardhur për shkak të legalitetit tënd. Lutem o At, të kesh mëshirë mbi kombin ton. Lutem o At që të kesh mëshirë mbi popullin ton. Lutem o Atim, lutem o Atim, të na falësh nga shkeljet e ligjit pa udhësitë tona, që ku në brigjet e Durrësit apostulli Shaul zbriti për të predikuar lajmin e mirë, për të bërë discepujt e vërtetës, siç biri tënd tha në Mateu 28. Ne jemi larguar nga ligji tënd, kemi dëgjuar mësuese profetë të rejmë që kanë thënë në ligjit tënd të shëhequr. Lutem o Atim, të mos e mbaz zemërimin tënd mbi popullin tonë o At, me të gjithë ata që thrasin emrin e Mesias o At. Na fal nga shkeljet tona, na fal nga paudhësitë tona, nga blasfemitë tona që kemi shkelur ligjin tënd dhe nuk kemi nderuar emrin tënd o Jahve. O Zoti, ki mëshirë o At, ki mëshirë o At, e na fal. Në simërimin tënd o At, kujto mëshirat e tua, të mëdha, të mrekullueshme. Kujto besëlidhjen e Abrahamit o Atim, besëlidhjen e Jakovit dhe Isakut që ti dhe në farën e veçuar të shenjtë në Mesian Jashuan, që ti solle për shpangimin dhe për faljen e mëkateve tona. Ki mëshirë o At, ki mëshirë o At, bre një mrekulli në kombin ton. Rizgjohe kombin ton o Ati. Na rizgjohe dhe njërë nga gjumi i vdekjes o At. Na rizgjohe o At dhe njërë. Na rizgjohe dhe njërë o Ati. Ecim në rrugët tënde, të shikoj mrekullitë e ligjit tënd, të marrim bekimet që ti ke premtuar në ligjin tënd, që ti do zbresësh me dorën tënde për të bekuar portat tona, veprat e duarve tona. Por ne jemi larguar nga ato premtime. Kemi shkuar mbas balve, kemi harruar festat tënde. Ki mëshirë o Ati, ki mëshirë o At, e na ndihmo, na kthej nga paudhësia jonë, ata që janë në diasporë, ata që përmendin emrin e Mesias. Ki mëshirë o At, ki mëshirë o At, dhe na fal nga paudhësia e hetërve tanë që kanë shkelur ligjin tënd, kanë bërë vepra të liga, kanë harruar urdhërimet, festat tënde. Ki mëshirë o At, ki mëshirë për popullin tim o At. Ki mëshirë o Atim. Se ti theni qofse do gjeje dike që do të qëndronte midis teje dhe popullit, atëherë ti nuk do ta shkatëroje. Lutem Ati, je hirë në sytë tënd. Lutem Ati. Lutem Ati, ke mëshirë o At.
sepse ne jemi mëkatar, kemi shkelu ligjin tënd, vazhdojmë të refuzojmë festat tënde, vazhdojmë të refuzojmë ligjin tënd, ki mëshirë o atë, ki mëshirë o atë, dhe bëj diçka o atë, për lavdit e emrit tënd, që emri tënd të nderohet, që emri tënd të mos blasfemohet në Shqipëri o atim, ki mëshirë o atim. Ndoshta gjej hir në sytë tënd, jo për shkak të veprave të mia, por për shkak të mëshirave tënde të mëdha. Ngri një gjenerato që do jenë vegla të veçuara, si në kohët e apostujve, si në kohët e profetëve, si në kohët e Anës, si në kohët e Debora suat, që do ecin urdhrimet tënde, do ecin në ligjin tënd, do mbajnë sabatet e tua. Emër të Jashua suat, lutem o atim të kesh mëshirë, ki mëshirë për popullin tonë, jemi larguar nga rrugët tënde, jemi larguar nga ligjet tënde të përsosura që njeriu do të rrojë nëpërmjet tyre. Ti the profetit Moshe që nuk është një fjalë do si do, por është jeta juaj, është jeta jo, është jeta ime, ligjit tënd, urdhrimet e tua, ku unë gjej gëzim çdo ditë, ku unë mbështetem çdo ditë, ku unë besoj çdo ditë. Ki mëshirë o atë për familje shqiptare, ki mëshirë o atë. Unë e di që do veprosh të behar, unë e di o atë që ti do flasësh të behar, unë e di o atë që ti do futësh frikën e emrit tënd këtë behar në zemrat e tyre. Ndoshta mund ta bësh që tani o atë. Lutem o atim, të na kthesh në rrugët tënde, të gëzojmë në festat tënde, në sabatet tënde, e një brez që do lavdëroj emrin tënd në urdhrimet tënde, pra të mbretëri që po zbret, pra të qytetëri që po zbret, ku nga Sioni do dali ligji, do të mësohet kombeve, kur biri jot do shkeli në malin e ullinjve, me këmbët e tia, me kombe do vinë të mbajnë festën e tabernakuve, përse neve kemi lënë, përse neve kemi harruar festat tënde dhe kemi shkuar mbas balëve. Pa motë shqiptar kudo që po e dëgjon, theu në urdhrimet e atij ligjit në festat biblike të Levitiku 23, mos vazhdo të blasfemosh emrin e Atit. Hidhi tutje idhuj tënd dhe mbaj festat biblike që Mesia Jashua, Krishti i Izraelit mbajti. Mos vazhdojmë të ecim në rebelim kundra urdhrimeve të tia. Lutem o atim, në emër që vajton, nuk e zgjodha unë këtë rrugë, para përcaktove ti, për lavdin të emrit tënd. Lutem o atim të më ndihmosh. Lutem o atim të më qëzosh edhe një herë. Lutem o atim të më japë një vaj që nuk e kam përjetuar në jetën time, që mund të derdhem të diku kur ti do flasësh. Si që dhe vajin e lishës o atim, vajin e dy fishte. Lutem o atim të më hapësh sytë e mendjes të di cila është shpresa e thirrjes time akoma më thellë. Unë e di që ti më ke para përcaktuar për kombin tim. Unë e di që ti më ke veçuar në barkun e nënës time. Unë e di o Atë sepse ti më ka treguar, ti më fole, ti më çove në qiellin e tretë, më tregove qytetin tënd që Abrahami priste. Unë e di o Atë, ato gjëra nuk harrohen. Ato vizitime nuk harrohen kur në jetë. Po lutem Atë që të bashkoj një vëlla një motër. Lutem Atë që të veprosh në zemrat e tyre. Në largosh nga paudhësia jonë, o Atë. Lutem Atë për të rinjtë në Shqipëri.
Veçoje o atë, mos mbaj zemërimin e etërve të tyre, për i bema që kanë berë kundra ligjit tënd. Lutem atë që të veçosh një voglushe në Shqipëri apo në diasporë, që do ecin në urdhrimet atë ligjit tënd, dhe mallkimi do thyhet, zemrimi jot do largohet, dhe ti do fillosh me një brez të ri. Ti fillove me Abrahamin kur e nxorre nga shtëpia e atit të vet, nga jutaria e atit të vet. Lutem atë që të ngrihen Abrahamët, që të ngrihen Deborat, që të ngrihen anat e Shqipëri o atë në emër të Jashuas, që do ecin o atë në urdhrimet tënde, në ligjin tënd, apostujt e vërtet, profetët e vërtet, ungjilltarë dhe barinj dhe mësues që do mësojnë urdhrimet e ligjit tënd. Lutem atin, lutem atin, lutem atin për atë vëlla motë shqiptar që po e dëgjon. Lutem atin të kesh mëshirë ta falësh nga shkelet e ligjit që ka kryer. Lutem atë që ai apo ajo të marrë përgjegjësinë në zemrën e tij apo të saj, për mos e shkelu ligjin tënd, për të pagëzuar në emër të Jashuas, në autoritetin e emrit që ti dhe birit tënd, për dhuratën e frymës së shenjtë. Lutem atim që na japësh kuptueshmëri se të zbatojmë urdhrimet e tua. Për lavdit e emrit tënd lutem atë. Lutem atim që gjeneratën e Shqipërisë të mos harrojë ligjin tënd. Kjo gjeneratë o atim do ecin urdhrimet tënd. Kjo gjeneratë o atë nuk do blasfemojë emrin tënd. Si sta vetë apostolli Shaul në Romakëve 2:23 dhe 24. Lutem atim që të lëm një gjeneratë në urdhrimet tënde si ti fole, për të pasuar, për të ecur në trashëgiminë e urdhrimeve të ligjit tënd për bijtë të tanë, për bijtë e bijve tanë, që ti mos i na braktisësh o atë qytetet tona, fshatrat tonë. Lutem atë që të ngresh një vegël o atë nga Shkodra deri në Sarandë, nga Korça deri në Durrës o atë, vegla të çmuara që do veçojnë jetën e tyre për lavdit e emrit tënd, që do jenë pa frikë, do jenë të guzimshëm o atë në emër të Jashuas. Do jenë të vajosur nga fryma jote për të mos ecur në palishmëri, po duke mbajtur festat tënde të caktuara. Lutem atë në emër të Jashuas për atë rinjë, në emër të Jashuas o atë, nëse gjehir në syrën tënd o atë, për të më përdorur o atë, në grincat e mëshirës dhe vajit tënd që ti më ke dhënë. Nëse të pëlqen ty o atë, bëje me mua, bëje me vllai me motrën në emër të Jashuas o atë. Për atë rilindje në Shqipëri dhe për te, për të parë veprat e fuqishme që ti bëre në kohët e Moshes, që ato veprat të përsëriten si veprat e apostujve o atë në emër të Jashuas. Me shenjat me mrekulli që ti konfirmoje fjalën me ta, që ti bëje mrekulli me ta o atë. Lutem atim në emër të Jashuas. Lutem atim që të rëzosh manipulimet e të ligut, çdo lloj principate, e çdo lloj magjie që mban peng një vëlla, një motër në emër të Jashuas, le të shkulet tani. Fryma e frikës le të shkulet prej teje në emër të Jashuas. Fryma e magjisë të thyet për jetës tënde në emër të Jashuas. Fryma e ligësisë që të mban peng në frymën e fallit, le të thyet në jetën tënde, le të shkulet ajo sëmundje prej barkut tënd në emër të Jashuas. Le të shtirohen çdo ligësi që të mban peng, le të thyen prangat në emër të Jashuas. Le të thyen zinxhirët në jetën tënde, le të thyet velli në jetën tënde në emër të Jashuas. Që ti të ecësh dhe të fluturosh aty ku janë shqiponjët, të ecësh dhe të mos biesh, të vraposh dhe të mos lëkundesh me çdo erë doktrinën e emër të Jashuas, po ta ruash ligjin e tij në zemrën tënde, si bebja e syve të tënd në emër të Jashuas. Lutem atim të rizgjosh kombin tonë, lutem atim të rizgjosh ata që përmendin emrin e Krishtit dhe janë duke drejtuar. Lutem atë që të sjellësh frikën e emrit tënd në zemrat e tyre, kudo që janë, kudo që dalin, në emër të Jashuas, bëj o atë për lavdit e emrit tënd,
për korjen e madhe në Mesian Yeshua në atë. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë. Në emër të Yeshua lutem hati. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë. Halleluja. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë. Halleluja. Halleluja. Lavdi për jetë. Kjo është zemra ime o atim. Kjo është betimi im o atim. Në këtë bestidje të rinovimit të behar, në festën e Shavuotit të Pentakostit o atë. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë. Halleluja. A e zemra jote, dha mo të shqiptar, a e zemra jote për të nderuar Jahve në Izrael. Lavdi për jetë o hati im. Lavdi për jetë. Vepro o hatë, në atë lutje që bere o hatë. Në lutje që kam sjellë për para teje o hati im. Vajtimin që kam sjellë dhe të përqyer për para teje o hatë. Lutem o hatë. Lutem atim që të zbresësh o hadhe njëherë në familje tona, për na shliruar ne nga palishmëria jonë. Lavdi për jetë. Shpirti im është në dorën tënde. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë. Brenga është e madhe o hati im. Se unë ec drejt në rrugët e tua, duke mbajtur festat dhe shabatet e tua, gjithmonë mirën jo. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë. Është gëzimi im të mbaj shabatet e tua, festat e tua, ligjet e tua të përsosura të mira të drejta. Është gjallë lavdia jonë. Nuk ka asnjë tjetër. Lavdi për jetë. O Yahweh. Lavdi për jetë o hati im. Janë kohët e shmuar o atë që ti po troket në zemrat tona. Janë kohët e mirësi sate o hati im. Lavdi për jetë. Janë kohët e mirësi sate. Janë kohët e faljes o atë. Janë kohët e hirit o atë. Ti më shirë o atë dhe vepro. Ti më shirë dhe vepro o hati im në emër të Jashuas. Halleluja. Halleluja. Lavdi jemi të të hati. Për jetë u lartë të sosë, u madhërofsh.
për jetë u hatë, për jetë të ti të adhurohesh në fuqin të ende, në lavdin të ende, në njohurinë të ende, në urtësinë të ende, sepse veprat e duarve të ende na tregojnë lavdinë të ende, ku pas qellore shfall veprat e duarve të ende. Ti krijove gjithçka, me frymën tënde ti krijove, kur ti fole gjërat u krijuan. Nuk ka asnjë tjetër si ti o Ati im. Në emër të Jeshuas. Haleluja. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë. Shalom, shalom, për të gjithë ju që po e ndiqni, do ta ndiqni, që jeni prezent tu vëlla motër, dhe ju që e ndoqët online, lutem që të miqësojmë së bashku një ditë. Do jemi këtë behar nëse dëshiron të miqësosh, dëshiron të prekësh mirësinë e Tija për lavditë e emrit të Tij. Do jemi këtë behar në Tiranë në datën 7 qershor. Lutem që të marrësh pjesë, lutem që të jesh. Dhe ja një moment sa të hedh foton që ti ta shikosh për lavditë të Tija, për lavditë të Tija. Gjithsesi, vllai këtu është, messenxheri tim është hapur për çdo pyetje që mund të kesh, për çdo drejtim. Në atë ditë do të jemi në Kashar, në datën 7 qershor, do kërkojmë fytyrën e Tij. Siç vëllai kërkovi pak më përpara, ti ndoshta e dëgjove për momentin. Lutem Atit që të jesh pjesë në atë ditë. Lutem që të mos vonosh për të vendosur urtësinë në zemrën tënde, që të miqësojmë së bashku, të jemi së bashku në atë ditë. Ajo ditë është e çmuar, është festa e Tij, është rinovimi i beslidhjes së Tij. Është një nga festa që apostujt mbajtën dhe e dimë realitetin çfarë ndodhi në atë ditë. Në festën e Rishajave të Pentakostit çfarë ndodhi? Ndodhi që lavdi emrit të Tij, ndodhi që fryma e shenjtë zbriti fuqishëm për të fuqizuar ata. Më lejo të them diçka, sepse fryma e shenjtë ata e kishin marrë kur Mesia fryu mbi ta. E kishin marrë më përpara, por ju dushe fuqia që ata të kishin mundësinë për të shpërndarë lajmin e mirë të mbretërisë. Dhe të duhet fuqia e frymës së shenjtë, sepse pa të nuk mund të jetosh, pa të nuk mund të rigjenerohesh dhe të marrësh faljen e mëkateve. Pa frymën e shenjtë nuk mund të ringjallësh në atë ditë. Lutem Atit që këto koncepte ti kuptojmë akoma çik më thellë, vëlla motër. Kudo që po më ndjek. Vëllai ka bërë shumë mësime në kanalin tonë, ti ndoshta mund të jesh abonuar nëse nuk e ke bërë, bëje me një email në google.com, masandaj hap kanalin në YouTube dhe je më i fokusuar për pajisjen dhe dishiplizimin dhe mirë fuqizimin tënd. Lutem Atit që ti ta kryesh sa më përpara për jetën tënde, për shpëtimin tënd në emër të Jeshuas. Ja ku është takimi jonë që ti e shikon në ekran në Tiranë, do jemi në atë ditë për të rizgjuar zemrat tona. Dhe kjo foto ka një kuptim të thellë, ndoshta disa për ju mund ta kuptojnë çfarë përben tërësinë tonë, çfarë përben tërësinë e njeriut. Ti mund ta shikosh në ekranin tënd që janë dy aspekte që nuk mund t'i ndash nga njëra tjetra. Janë dy aspekte që nuk mund të largohesh. Janë urdhërimet e atij ligji të përsosura që Moshe mori. Dhe kur i mori? I mori në ditën e Pentakostit. Ishte Pentakosti kur u dha ligji në këtë rast të popullit që doli nga Egjipti, por ligji ishte më përpara. U rinovua beslidhja me ta në atë ditë. Dhe masandaj, çfarë ndodhi në të njëjtën ditë, vëlla motër? Ndodhi fuqizimi. Në vepra 2 kur ata apostujt po mbanin të njëjtën festë, të Levitiku 23. Festa javëve quhet, festa e Pentakostit, dhe erdhi fuqizimi. Fuqizimi, vëlla motër, i frymës shenjtë vjen që ti dhe unë të ecim në urdhrimet e atij ligjit dhe masandaj të ecim
në duke bërë lajmin e mirë, në këtë rast të punët e mira të lajmit të mirë të mbretërisë. Fuqia e frymës së shenjtë vjen që ne të zbatojmë urdhrimet e atij ligji që shikon nga kruaj i majtë që është Moshe që po zbret nga mali Sinai. Dhe kur vjen fryma e shenjtë mas andaj vjen që neve të shpërndajmë lajmin e mirë të mbretërisë së kombeve, sepse deri në atë moment ishte dhënë lajmi i mirë i mbretërive, në këtë rast mbretërisë, për popullin e Izraelit, por kishte edhe të tjerë që ishin bashkuar, sepse nga Egjipti dolën një përzierje e madhe e popujve të tjerë. Dhe ata u bashkuan në të njëjtën besëlidhje që hyn këtu në malin Sinai. Dhe kjo besëlidhje vazhdoi deri në kohën që Mesia erdhi dhe ajo besëlidhje, në principe që ajo besëlidhje kishte, nuk u larguan. Por vetë fjala, kur shikojmë në Luka 22, një besëlidhje e re është fjala kainos, një besëlidhje e restauruar, sepse populli në këtë rast nuk e mbajti atë besëlidhje. Më tepër ishte adresuar kryepriftërinjve që ata e shkelën, dhe populli normal, sepse po të drejtohesh nga një person që shkel ligjin, do ecësh në paudhësi, në blasfemi të emrit të Atit. Thotë Romakëve 2:23-24, shko lexoje çfarë është blasfemia? Është shkelja e ligjit. Ndërkohë Ati solli besëlidhjen e re, njëre për gjithmonë të restauruar një besëlidhje që nuk do ketë më. Një besëlidhje e re që u restaurua. Ajo e vjetra u restauruar dhe normal që u bë një e re. Është një të gjë që ti mund të marrësh kontratën një person dhe ai personi do të bëjë dritaret në shtëpinë tënde. E bërë atë kontratë, por personi nuk e respekton. Ti je i gatshëm dhe i ke dhënë parimet, në principet, çdo gjë, kërkesën që ti do për dritaret tënde. Por personi masandaj nuk e respekton atë kontratë besëlidhje që bëre. Dhe ti thua, ok, mirupafshim, do marr, në këtë rast do bëj një besëlidhje të re me një person, me një kompani tjetër, me një ndërmarrje tjetër. Dhe ajo në këtë rast që ti kishe ndërmend që në fillim ishte besëlidhja e parë. Ti të njëjta dritare do vesh, të njëjtën shpike, të njëjtën principe që do t'ia paraqisësh masandaj kontratës së re. Dhe ajo kontrata e re është e re, por restauron atë të parën se e para u prish. Dhe por restauron të njëjtën kontratë me një person që është i besueshëm. Mesia Jeshua ishte i besueshëm ndaj Atit, vëlla motër. Nuk e shkeli ligjin e tij. Ky është koncepti i besëlidhjes së re që shikojmë në Hebrejnë të 5, në Hebrejnë të 8, në Luka 22. Gjithsesi vllajti inkurajon në datën 7, paraqitu, trokit përpara qellit. Do dëgjosh disa fjalë nga shkrimi që ka folur nga qelli, që do rizgjohesh dhe do fuqizohesh në qoftë se ke atë zemër. Sepse zemra është e tër betejë jonë. Po të kemi zemër për Atin, po të kemi zemër për urdhrimet e Tija, për fjalën e Tija, po të kemi zemër për ligjin e Tija, neve i mbajmë. Unë e di që vllai flet disa gjëra, më vjen keq, por nga që ka qenë kjo vdekja mbas ikjeve të apostujve, që apostulli Shaul erdhi dhe në brinjët e Durrësit deri në liri, thot shkrimi. Romakëve 15:19. Predikova lajmin e mirë të mbretërisë, si tha apostulli, deri në liri. Dhe e dim që pjesa e lirisë është më tepër mezi Shqipërisë dhe lart krahina. Ndoshta përfshin në Kosovën, Serbinë, krahinat masandaj, Iliria ishte krahinë e madhe. Apostulli Shaul, i njohur nga perëndimi Pali, Shauli kishte emrin e tij të vërtetë. Foli hapurazi në Romakëve 15, kishës së restauruar, judejnë në Mesian dhe kombet në Mesian Jashuan të rigjeneruar nga fryma e shenjtë që ecën në urdhrimet e atij ligjit. Që vetë apostulli Shaul, që neve kemi marrë dhe librin e Romakëve në studim, jemi në kapitullin 9 së shpejti, let që ai gjente kënaqësinë në ligjin e Jahve, Romakëve 7:22. Shko shikoje. Është identiteti i apostullit, që ai po tregon ku e gjente kënaqësinë. Tani pyetja qëndron, ku e gjejmë neve kënaqësinë? Mos e gjejmë kënaqësinë në qefe, në kënaqësitë e botës, sepse ato janë shkeljet e ligjit. Lutem Atë që ti
ta ndjesh zemrën time. Gjithsesi, Romakëve 15-19. E marri që në vargu 18. Lavdi emri të në të ati. Ja ku e kemi. Jemi në Romakëve. Romakëve 15-19. Ti shikon identitetin e personit, kush e ka shkruar? Apostulli Shaul. Okej, apostulli Shaul kishte një identitet. Veprat 21 ishte bindur ndaj ligjit. Romakëve 7:22 gjente kënaqësinë në ligjin e Zotit sipas njeriu të tij të brendshëm në zemrën e tij. Ju vun duart në këtë rast dhe u predikua lajmin e mirë mbretërisë nga Anania, që ishte njeri devotshëm sipas ligjit. Kjo ishte mbas ringjalljes së Mesias Jeshuas. Nuk i marrin parasysh gjëra të tilla? Por e di çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që kemi një Krisht katolik ortodoks dhe kemi masandaj apostujt që janë prapë katolik ortodoks që masandaj i manipulojnë njerëzit siç të duan. Në normal që ikën identiteti i tyre, po hoqë identitetin e Mesias ke hequr atin. Normal që do nxjerrësh masandaj apostujt dhe profetët dhe çdo lloj identiteti që sipas dikujt në teologji të zëvendësuese nga dispensimi quhet, që ati masandaj sipas tyre mbarovi me 12 fiset e Izraelit dhe ata tani nuk kanë mundësi me të vinë në Mesian, shiko çfarë gënjeshtrash. Dhe tani kjo kisha katolike protestante që quhen ungjëllorët masandaj që janë pjesë, denominacionet e njeriut, me pak fjalë, ta janë kisha e vërtetë duke mos mbajtur festat e atit, duke shkelur ligjin e tij, duke mos mbajtur sabatin, që është një shenjë për popullin e tij. Isaia 56 të fletë që për të mbajtur në këtë rast për ta marrë atë emrin e përjetshëm dhe banesën e përjetshme, duhet mos përdosur sabati. Është një gjë e keqe vëlla motër. Nehemia 13:17 tha, është një gjë e ligë. Ki besimin e plotë në zemrën tënde. E di që besimi është përmbi shpresën, sepse neve shpresojmë për disa gjëra, por besimi nuk ngelet në shpresa. Besimi flet masandaj evidencën për gjëra që ti nuk i shikon në jetën tënde, nuk janë manifestuar në jetën tënde. Urdhërimet e tia meritojnë besim, lavdimet e tia e prekën dije. Vëlla motër, për ne të miqësisë tuaja, do kalojmë prapë në Romakëve, por më lejo ta gjej atë vargun, tani nuk e ndi nga lama. Urdhërimet e tia meritojnë besim. Nuk e pas, ta nxjerrim më përpara. Urdhërimet e tia, Psalmi 119, vargu 68, mos gaboj. Okej, ja, më lejo ta gjej, më fal për lëvizjen shpejt. Urdhërimet e tia, të tëra urdhërimet e tia meritojnë besim, vëlla motër. Dhe me anë të urdhërimeve të ligjit, ti dhe unë mund të gjykojmë drejt. Ja ku kemi. Ndërkohë, i njëjti moral, i njëjti në këtë rast, e njëjta fryma, mos do se ishte frymë tjetër, vëlla motër, që Davidi kishte. Mendo pak për një moment, të lutem. Davidi kishte një moral tjetër që të mos mëkatonte kundra ati, tha, duhet të mbaj ligjin tënd, që të mos mëkatoj kundra teje. Duhet të besoj në urdhrimet tënde, sepse nëse nuk besojmë në urdhrimet e tia, vëlla motër, gjendje jemi në mëkat. Sepse nuk po i besojmë karakterit të personit që neve duhet të afrohemi me gjithë zemër. Sepse ai që afrohet tek ati Jahve duhet të besojë, duhet të besosh në zemrën tënde, jo vetëm shpresën. Mund të shpresojmë për një kapacitet të vogël, por besimi e tejkalon shpresën. Është më i madh besimi se shpresa. Sepse si po të inkurajonte vllai që po thesha që për gjërat që neve shpresojmë, e di si duhet të flasësh ti dhe unë? Të falemnderit o atë për këtë premtim që më dhe,
sepse në atë moment ti po flet besimin. Nuk ngelet me unë po shpresoj. A të falenderoj o atë që më dhe këtë mundësi. Unë të falenderoj që ti më ma gjesh punën për sabatin. Unë të falenderoj që du të hapësh derën. Ti po fillon po e falenderon. Ti nuk e shikon akoma, por e shikon zemra tënde, vlla motër. Duhet ta shikoj zemra tënde në besimin që ti trazon në zemrën tënde. Këto gjëra nuk janë predikuar, janë vetëm premtime boshe që dilni mazandaj dishepujt e Amerikës dhe vini në Korçë apo vinë në Tiranë apo çdo lloj fluturimi që hyn e del me çdo lloj doktrina demonike që kanë lënë popullin tonë në peng dhe do qortohen ata persona që vllai e motra shqiptar të mos vuaj dhe kjo është zemra ime që ti të mos vuash. Se ka një legalitet vlla motër. Ligji ti ka pushtet me njeriu derisa e ron Romakëve 7:1. Nga ti ka dhënë disa bekime që ti mund t'i marrësh në qoftë se i beson urdhërimeve të tia, sepse Davidi i besonte të gjitha urdhërimeve të tia, që meritojnë besim, dhe kështu merr kuptueshmërinë, merr njohjen, fillon të gjykosh drejt, sepse ati të mëson urdhërimet e tia si ti praktikosh. Por zemra jote duhet të paraqitet përpara atit, në besim të plotë. Në besim të plotë. E di që ka vendimarrje vlla motër që ti dhe unë do të bëjmë me anë të besimit? Dhe jo me anë të shpresës, mund të presim, masandaj të pres. Nuk ndodhin gjërat ashtu. E di që duhet të, me pak fjalë, duhet të ndalosh së shkelur sabatin, masandaj e di që do qëndrosh ta zem për një muaj, por ti po shpreh besimin që o atim unë ndalova së blasfemuar emrin tënd dhe pastaj unë e di që ti je ardhmja ime, unë besoj që ti do më hapësh rrugën për një punë akoma më të mirë që unë të nderoj dhe sabatin tënd, sepse ti e kërkon prej me. Vlla motër, ati kërkon prej nesh. Në ratë të parë, nuk kërkojmë neve, siç ndodh sot në çdo lloj kulti të besimit që kanë. E vën ati do bëj gjithçka për mua, por ndodh që neve duhet të bëjmë në ratë të parë për atin. Çfarë ai thotë? Çfarë ai thotë vlla motër? Prandaj kanë dalë mësime masandaj, you name it, you claim it, si thonë anglisht masandaj, deklaroje shpallë dhe do ta marrësh dhe gjëra të tilla masandaj që lën peng jetë njerëzish. Ndërkohë neve duhet të kemi diligjencën për kushtimin tonë, që të mësojmë gjithashtu urdhrimet e atij ligjit fëmijëve tanë që ata ta ndjekin. Ja, vargun që vllai po theshte pak më përpara për punë fëmijëve, po ja, ku ashtu për punë fëmijëve. Urtësia e atit, rrugët e tia, që janë urdhrimet e atij ligjit që meritojnë besim. Mësoj fëmijës tënde urdhrimet e atij ligjit, masandaj, nuk do më katojë vlla motër. Do bekohet jeta e tij sepse po ti po e nderon atin tënd, ti vlla motër si prind. Dhe do silli bekimet brenda në familjen tënde. A nuk janë masandaj fëmijët si thot Psalmi 128 si drurët e ullirit? Drurët e ullirit janë drurë të veçantë, siç e kam dhe ti mund ta bësh kërkimin tënd, që janë me mira vite që mund të qëndrojnë. Dhe te ati po jep shëmbulltyrën që fëmijët brezat tuaj, në qoftë se do zbatojnë urdhrimet e atij ligjit, do ndjekin rrugët e mia, atëre unë do t'i bëj të qëndrueshëm në jetën e tyre. Psalmi 37 prej këmbdije. Apo Psalmi 119, vargu 156, 165. Paqe të madhe kanë ata që duan ligjin e tij dhe asnjë gjë nuk të rrezon. Ndërkohë në Psalmi 37, për atë banesën e përjetshme, ai person duhet të kishte ligjin e Atit Jahve në zemrën e tij dhe kështu hapat e tij nuk lëkundeshin. Këto nuk janë një fjalë do si do vlla motë që un po i flas. Është trazimi në zemrën tënde që duhet të ndodhi me anë të besimit që ti duhet t'i marrësh dhe të ecësh dhe të fluturosh. Dhe të ngrihesh dhe të çohet ta shkundësh atë plurin, ta shkundësh atë zgjedhjen, ta shkundësh atë frikën, ta shkundësh ato shqetësimet, ti shkundësh ato marrëdhënie që nuk përbëjnë në ligjin e Atit, ti të largohesh prej tyre dhe kështu do ngrihesh masandaj atje ku fluturon shqiponjat.
vrapon dhe masandaj nuk bie, ecën dhe nuk rëzohesh. Çfarë kërkon Ati prej nesh, vëlla motër? E kemi frikë nga Jahve Zoti tonë. Të ecësh në rrugët e Tia, shikon? Ta duash dhe të shërbesh me gjithë zemër, me gjithë shpirt, duke respektuar të gjitha urdhrimet e Tia për të mirën tonë, që ai na urdhëron. Ja dashuria e vërtetë, që masandaj citojnë në Mateu 22. Ja, vetëm ta dua Atin me gjithë zemër, me gjithë shpirt, edhe të dua të afërmin si vetja time. Kaq? Po çfarë është dashuria biblike? Që apostulli Gjon citove në para Gjonit 5:3, të zbatosh të gjitha urdhrimet e Tia dhe festat e Tia, që të gjitha këto janë për dike, apo janë për neve, për të mirën tonë. Ja rrugët e Tia, urdhrimet e Tia, që shikon në blu, që duhet të mësojmë që fëmijët tanë të ecin në tërë rrugët e Tia, që dhe ata të bëjnë përgatitje në zemrat e tyre, apo jo, ja ku e thot vetë shkrimi. Që dhe ata dhe neve, në ratë parë, neve të jetojmë në begati ne, bitë tanë dhe bitë mbas nesh, dhe jetët e tyre të zgjaten. Por qëndron legaliteti që në fillim, që përben ligjin e Tia të përsosur. Njerëzit sot fokusohen në sakrifica, shko, do bëjnë tashin fillojnë tallen me ligjin e Atit. Do gëzojnë jetën e përjetshme duke u tallur me ligjin e Atit. Shikoja një mbledhje masandaj në Amerikë, fillonin talleshin me ligjin e Atit, me një vëlla që ai po mundonte ti mësonte disa principe themelore, si mund të ysh në beslidhje, dalon së shkelur ligjin, beson tek Mesia, merr dhuratën e frymës shenjtë dhe nuk e shkel me ligjin e Tia në të mirën tënde të mundshme. Ndërkohë ata masandaj sillnin talljen. Dhe Ati pas mëshirë, sepse nuk goditi ndonjëri në atë live, në atë YouTube live që bën ata personat. Që shikojnë një femra masandaj, që shikojnë ata burrat atje që vetëm blasfemi në kundër Atit. Me këtë Krishtin katolik ortodoks që po mban pengë jetë njerëzish dhe po e çon në liçen e zjarrit, ty po të çon në liçen e zjarrit që është katolik ortodoks, ai ungjilltari, ai Krishti që të kanë thënë nuk do t'ia din fare për urdhrimet, për ligjin e përsosur, që Mesia Jashua, Krishti i vërtetë të praktikovi, ti gjende ndjek ata persona. Ti gjende shkon ato miqësitë. Gjende ndjek online në Messenger apo në Facebook. Gjende drejtohesh dhe biles ka femra që sot dalin gra që masandaj bëjnë ato mbledhjet e tyre duke quar masandaj gra të tjera në palishmëri. Që janë mësueset e reme, nuk duhet të kenë atë lloj miqësie, atë lloj egzoltimi, lartësimi në zemrat e tyre. I lem masandaj profeteshat e reme apo mësueset e reme që vinë nga Gjermania masandaj që e kam qortuar haprazi, që e ndjekin me mira në Shqipëri, sepse është fryma e fallit që është verbuar nga palishmëria që kanë hapur rrugën vetë personat. Ndërkohë pyeti njerë, zbatojnë urdhrimet sabatin, festat biblike, pashka ishte në datën 7. Por kanë komunionin katolik dhe i shikon katolike protestantë që janë masandaj karizmatike, i shikon që janë pasaj disa katolik janë baptistë, disa katolik janë reformistë, disa katolik masandaj këtë Jovajt apo të ditë 7 apo mormonët, prapë janë me rrenjën e bishës katolike, të njëjtat festa mbajnë, të njëjtat anullime po mbajnë. Ndërkohë Ati thotë, çfarë kërkon prej meje prej teje? U gjendet ndarja e këtij ligji që disa akoma vazhdojnë ta bëjnë, rituale, morale, civile, që janë këto ndarje, vëlla, motër shqiptar. Zgjoju nga këto palishmëri. Nuk ka thënë Ati të ndajmë ligjin e Tij, ti dhe unë. E ndan ai dhe e thot ai kur është nëse është për të ndarë, por ti nuk mund ta ndash karakterin e Atit që është ligji i Tij. E ndan dot.
Do shkojmë kundra Jahve Zotit të Izraelit, ti dhe unë? Apo do kemi frikë, duhet kemi frikë, thotë. Sepse këto janë ato ndarjet që kanë manipuluar shkrimin si për të gjetur një arsye për të mos zbatuar ligjin. Ja, shikon, sabati ishte hynte në ato urdhërimet, ishin ato urdhërimet rituale. Edhe pastaj fillon bëjnë ndarjen. Ja, këto 4 urdhërimet, 5 urdhërimet, 9 urdhërimet vetëm, e heqim atë sabatin, sepse në 10 urdhërimet nuk është me sabati. Masandaj duhet të shkojmë në bestialitet, të shkojmë në marrëdhënie me kafshët, burrë e grua të shkojë të kryej seks me kafshët, nuk është shkruar në 10 urdhërimet. Nuk është shkruar ajo gjë në dhjetën e re. Atëherë do t'i bëjmë ne këto gjëra? Të japim bija tonë të shturë ndaj moralitetit që vendi të ndotet? Nuk është shkruar urdhërime specifike të tilla në dhjetën e re. Prandaj populli shqiptar në emër të Jashua zgjohu nga gjumi i vdekjes dhe merr frikën aty në zemrën tënde për shpëtimin tënd dhe fillo të mësosh familjes, fillo të mësosh vëlla që po drejton, të mësosh asamblesë tënde. Pej nga dita e diellit paganët, ndero sabatin, mblidhja e shenjtë është në atë ditë që apostulët mbanin, Mesia nderovi atë ditë. Isaia 66 të flet hapur edhe që në atë ditë do ketë do jenë në festat të Atit. Ato vargje nuk janë me? Kur është qielli i ri, toka e re që s'ka ardhur akoma. Ej në festat të Atit, vëlla që drejton në Shqipëri apo përtej. Levitiku 23 të përket ty dhe familjes tënde. Levitiku 11 të përket ty dhe familjes tënde për ngrënien pastër, të mos hash çdo gjë të papastër. Sepse miu, bretkosat, derri, midhjet, kocet, qeni, macja, gjarpri, lakuriqt e natës nuk janë për të ngrënë, janë krijesat të Atit, por nuk është ushqim për njeriu. Se ka vendosur atë në Levitiku 11 dhe në Ligjin për të rirë 14, çfarë mund të hahet, cili është ushqim për njeriu. Ndërkohë ato të tjerat janë për pastrimin e ellumrave të detit apo të tokës. Qielli i ri, toka e re, ka ardhur gjë? Ashtu si qielli i ri dhe toka e re që unë do të bëj, do të jenë të qëndrueshëm përpara meje. Thotë teologjia zvendësuese, jo, thotë Jahve. Okej. Në këtë qiell i ri, në tokën e re, mos haro konteksti që ka rëndësi jetësore për të kuptuar, atëherë të kështu do të jenë pasardhësit tuaj dhe emri tuaj, i përjetshëm. Si qenjtë e rinj të toka e re janë të përjetshëm. Kur Ati do të restaurojë, fjala kainos do të restaurojë në atë ditë. Dhe shikoni Isaia në 56, që është ai emri që do japi i përjetshëm, si rezultat për mos përdosur sabatin dhe festat e tija përmenden më vonë. Nderojnë bestlidhjen në atë mënyrë. Do të ndodhë që në këtë qiell e ri, në të tokën e re, nga një henë e re në tjetrën, nga një sabat në tjetrën, do vinë të madhërojnë mua, thot Jahve, prap, thot Jahve, do vinë të bjenë në gjunjë përpara meje. Është mënyra për të thënë për të adhuruar në festat e tija. Henë e re këtu ka të bëjë me ditën e parë të muajit, të parë të stinës. Ti e shikon vetë. Besoj se a shkrimja, po jo, profeti Jeshaja po flet për 1000 vjeçarin që nuk ka ardhur. Thotë Jahve që, siç po theshim, që do të ndodhë që nga muaji, në këtë rast ka të bëjë me muajin, muaji i ri, që nga fjala moon do thot hena, masandaj merr fjala month, muaj nga anglishtja, nga muaji i ri, që është dita e parë, që janë 4 ditë të para, që duhen nderuar sepse janë ditë të kujtimi në tjetrin, nga muaji i ri në tjetrin, janë 4 ditë e para të masandaj në vit të stinëve, siç kemi 4 stinë, janë dita e parë e muajit të parë. Njëra prej të henave të re që quhet hena, nuk është hena që llogaritim me henën, sepse shikojnë paganët henën, por është dita e parë e muajit të stinës në pranverë. Çfarë është? Është viti i ri.
Ati thot janë ditë kujtimi, janë 4 prej tyre. Dita e parë e pranverës, dita e parë e verës, dita e parë e vjeshtës dhe dita e parë e dimrit. Që këto janë të përjetshme, sepse ligji i tij është i përjetshëm që janë në ligjin e tij. Në janë në ligjin e tij dhe ati ka dhënë në ligjin e tij në librin e profetit Enoku dhe jubilejve, që është ligji i tij, që në shekullin e dytë të farisejtë dhe Rabi Akiva qushe, i mori këto libra dhe i hoqi masandaj dhe nuk u dhanë perëndimit në përkthimin e Mazerotikut, masandaj që farisejtë benë dhe ja dhanë kombeve për dhjatën e vjetër. Ndërkohë, në 1800 ishin brenda libri Enokut, libri i jubilejve, Baruku, Ezra, libri 2, që përbejnë kuptueshmërinë e plotë, çfarë ndodhi në Zanafilla, çfarë kanë gjithë kalendari biblik që ndodhe në to. Ndërkohë, po theshim, vëlla shqiptar, në qiellin e ri, në tokën e re, sabati dhe ditët e para të stinëve do mbahen për të adhuruar përpara Atit. A dëshiron ta bësh ti që tani? Sepse ecja është personale dhe ti do mbash përgjegjësi për ato gjëra që po mëson. Unë lutem Atit të kemi miqësi, në qoftë se dëshiron të bisedosh, unë këtu jam. Messenxheri tim është hapur, mund të më shkruash, i shikojmë së bashku, flasim, i shikojmë vargjet, sepse të dy kemi lexuar dhe Ati na ndihmon. Okej. Lutem Atit të ndodhi. Që ne të ecim në rrugët e tija, për të mirën tonë, Ati dëshiron të vërtetoj beslidhjen e tija. Dha motë shqiptar që nuk e di a ndoqë mësimin, dhe për ne të miqësisë tu. Folim dia që Ati nuk të braktis kur mban urdhrimet e tija dhe ti i mban jo sepse i mban në një mënyrë të tillë, por i mban sepse zemra jote trazohet në besim, sepse ti duhet të besosh urdhrimeve të tija që do japin shpërblimin tënd, sepse në mbajtjen e tyre ka një shpërblim të madh. Në mbajtjen e tyre me besim, vëlla motë, se nuk mund të marrim asnjë gjë pa besim, apo jo? Hebrejtë 11:6 kur afrohesh tek Ati, duhet të besosh se ai ka folur, është karakteri i tij, që masandaj, duke patur besimin e plotë, dhe se gjërat nuk ndodhin për një periudhë, për një kohë të caktuar, siç neve mund të dëshirojmë. Vazhdo të trazosh zemrën tënde, ta mbash të fortë zemrën tënde në besim ndaj urdhrimeve të tija, sepse në mbajtjen e tyre, Psalmi 19, jo 19:11, ka një shpërblim të madh. Dhe shpërblimi merret me besim duke mbajtur urdhrimet e tija. Shërbëtori yt paralajmërohet. Po, paralajmërohemi sepse duhet të gjykojmë drejt, ja ku e ke të njëjtën aspekt. Me anë të ligjit. Dhe në mbajtjen e atyre urdhrimeve që meritojnë besim, ka një shpërblim të madh. Ka një shpërblim të madh, jeta e përjetshme se kështu nuk më katon në fund të fundit. Romakëve 2:13 thotë, jo nuk është i drejtë ai që dëgjon ligjin, pa ai që zbaton ligjin dhe do të shfaqsohet, do të ringjallet, se kështu nuk më katon duke mbajtur ligjin. Një person që nuk më katon, gëzon jetën e përjetshme. Por të gjitha gjëra sot i kanë rrumbullkuar në një besim intelektual. Dhe se çfarë praktikohet nuk ka rëndësi. Atë besim nuk vjen prej Atit, ai nuk është besimi i Biblës. Besimi i Biblës është duke ecur me kujdes në të gjitha urdhrimet e tija. Ky është besimi biblik që neve kemi. Aty që prekëm pak më përpara. Ky është besimi biblik. Kur flet për besimin biblik, flet për praktikën që është e ndërthurur. Besimi, praktika, dashuria, këto 3 elementet. Ke dashuri për Atin? Zbato urdhrimet e tija. Çfarë të ndalon? Ke besim ndaj Atit? Zbato atë që ai thotë.
do marrë shpërblimin që ai ka folur. Ke besim në shpërblimet e tij, vëlla motër? Ke besim? Sepse në mbajtjen atyre urdhërimeve ka një shpërblim të madh. Meritojmë besim ato urdhërimet, që është legaliteti, që është mirësia e tij që folën pak më përpara. Lidhem ngushtë me Atin në këtë mënyrë dhe është në begati jeta tonë dhe mësandaj kemi jetë të gjatë me qëllim që ditët e jetës sate të zgjaten, të mbron Ati, vëlla motër. Mbron fëmijët tanë. Që ti dhe unë nuk kemi kontroll çfarë ndodh nëpër kopshtin, apo dalim jashtë për momentin, apo gruaja jote në këtë rast, apo burri tënd motër del me fëmijët, ke kontroll ti dhe unë? Jo, nuk kemi fare kontroll. Është Ati që i shikon ata. Por ne duhet të shikojmë Atin në urdhrimet e tij, ti zbatojmë. Kështu masandaj Ati do zgjati ditët tona. Ti respektosh tithot, biri tënd, djali i birit tënd, të gjitha këto urdhrime që po të jap me qëllim që ditët e jetës sate të zgjaten. E di që po flet për ringjalljen këtu ja? Ditët të zgjaten. Sa do zgjaten? Deri në 80, 90? Jo, nuk janë ditë gjata ato. E kemi konsumuar Psalmin 91, apo jo? Psalmin 91, konsumuam sa ditë më përpara, që është profetik për ringjalljen? Po marrim vetëm vargun e fundit. Dhe ti inkurajoj, dëgjoj Psalmin 91 nga motra që Shpendi Zenki ka bërë në YouTube, është vëlla shqiptar. Ka një këngë shumë të mrekullueshme të Psalmin 91. Që do ta dëgjojmë në Tiranë, dhe këngët e tjera të vëllait që ka kompozuar për vajosën që Ati ka dhënë. Psalmin 91. Ndërkohë ishte kënga që vum në fillim, do të ecë në rrugët e tua. Vëllai me motrën. Nuk e di a jeni burrë grua vëlla, por nëse po dëgjon, por gjithsesi, Ati ju bekoftë dhe ju mbroftë kudo që do shkelni në çdo komb dhe në çdo zemër që do të razoni për të ecur në rrugët e urdhrimet në ligjet e tija. Halleluja. Psalmi 91. Ai do më kërkoj dhe unë do t'i përgjigjem. Vëlla motër, beson fjalës sot? Flas për neve këtu, normal që dhe vëllezërit e motra që ndoshta po dëgjojnë, ndoshta arrite deri në këtë pikë, Ati të bekoftë, sepse zakonisht nuk shikoj që të ndiqen deri në fund mësimet. Të inkurajoj sepse merr mësimin e plotë. Kemi besim tek Ati, vëlla motër? Ndërkohë, ishte duke mbajtur urdhrimet e atij ligjit që në fillim thot ai që banon në hijen e plot fuqishmit, duke ecur në urdhrimet e tij, ashtu banon. Nuk banon në shkeljen e ligjit, vëlla motër. Në blasfemin të emrit të tij, nuk banon ai njeri sepse e citon. Nuk është mënyra të banimit, siç karizmatikët bëjnë sot, që e njoh atë ambient, se isha vetë pjesë për 7 vjet, duke shërbyer në çdo lloj mundësie, ndihmës pastor, lutja ishte për 200 burra në ministrinë e burrave. Mësova dhe fëmijët për 2 muaj, në çdo lloj mundësie që ishte. E njoh, por është zell pa njohurinë e shkrimit. E zell pa njohurinë e shkrimit. I lën fryma masandaj që janë brenda që manifestohen duke ja vënë masandaj fryma e shenjtë thonë. Ndërkohë frymrat e tjera manifestohen hapurazi. Do ta shikojmë Isaia 8 masandaj flet hapurazi për dallimin. Shikoj ti në ekran, vetë. Besoj se është në ekran apo jo. Okej, po, lavdjati. Ai do më kërkoj dhe unë do t'i përgjigjem, thot Ati Jahve. Do t'i jem me te në fatkeqësi, do t'a çliroj, do t'a përlavdëroj, do t'a ngop me jetë të gjatë dhe do t'i tregoj shpëtimin tim për gjithmonë, për jetë. Dhe tregon komplet Psalmin 91 që në fillim beslidhja që neve hymë në Mesian Jeshuan, dhe ashtu banon, duke mos shkelu ligjin e tia, ashtu je në beslidhje të gjakut të tia, jo në deklarime boshe.
Dhe masan tregon betejën që mund të ndodhi, po të kam dhënë autoritet, thotë mos ki merak, thotë do të shkeles mbi gjarprin, mbi akrepin, thotë. Përdore emrin e tia, emrin e Mesias Jashuas. Dhe kur të ndodhi që do jesh në një vend jo të mirë, atëre kërko më, thotë, se unë do të përgjigjem. Dhe do të çliroj, do të përlavdëroj, ndërkohë trupat ynor do përlavdërohemi në atë ditë. Do ngopi me një jetë gjatë, tani kemi një farë jete, por kemi disa beteja. Dhe jeta e përjetshme që do ngopesh me plotësinë e jetës së përjetshme, do ndodhi kur Mesia të vijë, që do na tregojë ai shpëtimin tonë në atë ditë, çlirimin tonë, një herë për gjithmonë, shfaqësimin tonë, Romakëve 2:13. Njëjta situatë që shikojmë në lutjen që ne Mesia citon këtë vargj në Luka 22, në Mateu 22. Ka dua shatin, citon shëma quhet kjoja. Citovi ligjin e përtërirë, që e prekën pak më përpara. Te citovi dashurinë, të zbatosh urdhrimet e tia. Lutem Atit. Prandaj Ati ka vendosur, vëlla motër, dhe për ta rikujtuar edhe një herë, ka vendosur shërbenjësit e tia që në këtë rast Mesia Jeshua është përmbi levitët. Levitët shërbenin në shtëpinë e Atit. Ndërkohë Mesia në këtë rast është përmbi zyrën e levitëve, sepse është nga rendi i Melkisedekut. Okej, është një rend tjetër. Rendi levitëve kishte një detyrë caktuar në tempull, shërbimin, kurse rendi i Melkisedekut kishte të bënte me Melkisedek do thotë mbreti drejtë, ishin mbretëra. Në këtë rast ishin nga rendi që Ati kishte vendosur në shërbim të fjalës së tia, të ligjit të tia, në shërbim të vullnetit të tia. Ja, në këtë rast ta heqim atë për. Në të kuqe shikon zyrat e kishës, që janë vendosur për përsosjen e shenjtorëve. Ligji i Atit është i përsosur. Si do të ta bëjmë neve përsosjen tonë? Të veçuarve, fjala këtu shenjtor nuk kuptohet. Nuk është në një ujë që të hidhet e masandaj je i pastër. Është vetëm fryma e shenjtë që pastron në momentin që neve ndalojmë së shkelur ligjin e tia, ndalojmë së shkelur sabatin, festat biblike, Levitiku 23, ndalon së ngren në këtë rast pa pastër. Atëre merr dhurat me frymë shenjtë që pagëzohesh për larjen e shkeljeve të ligjit të mëkateve, që mëkati është shkelja e ligjit, para Gjonit 3:4. Japim kufizim çfarë është mëkati nga ana biblike, thot vargu, nuk e thot vllai, nuk e thua ti, as unë, as njëri tjetër, çfarë është për kufizimin biblik i mëkatit, e para Gjonit 3:4. Është shkelja e ligjit. Që ai citovi Levitikun 4:2, numrat 15 citovi, që ishin shumë familjar apostujt me çfarë ishte mëkati dhe çfarë është ligji që ata e kishin dhe e kishin në zemrat e tyre, praktikonin për përsosjen e shenjtorëve, për veprën e shërbimit, sepse janë shkruar çdo lloj shërbimi, vëlla motër, në ligjin çfarë do të bëjmë për ndërtimin e trupit të Mesias, për dishiplizimin e ka fjalën. Që është në këtë rast me anë të ligjit të Atit, se kështu nuk mëkatojmë. Ai është transformimi tonë në mendjen tonë. Transformohemi, ndryshojmë nga gjërat që praktikonim më përpara nuk janë të ligjit. Ndalon dhe i beson Atit me gjithë zemër vëlla. Pra të gjën që nuk e shikon me gjithë zemër. Kështu ka ecur jeta time me gjithë zemër në besim tek Ati. Vetëm me anë të besimit mund të marrim premtimet që po zbaton urdhrimet e atij ligjit, vetëm me anë të besimit. Njeriu ron me besim dhe duke praktikuar urdhrimet e tia. Te po thoshte Galatasve 3:11-12. Njeriu ron me anë të besimit, por ligji nuk është nga besimi, por njeriu që do t'i bëjë ato veprat e ligjit, do të jetojë nëpërmjet tyre. Do bëjë ato veprat e ligjit për shërbesën e tia. Do ngulmojë në ligjin e përsosur të lirisë,
për të patur mbarësi, për të qenë ai njeriu përsosur, për përsosjen e shenjtorëve në ligjin e përsosur. Sa herë do të flasë ati shkrimet? Në masën e shtatit të plotësisë së Mesias. Plotësia e Mesias, ai nuk shkeli ligjin. Psalmi 119:1. Eci, panjolla, qingji panjolla, që neve shpallim vdekje në pashkën e tia që ishte në datën 7. Jo në ditën e diellit që të ka dhënë Konstantini, Papa Gregori 13 dhe siç u bashkuan atë kohë në shekullin 3-4 me çdo lloj këshille që ishte demonike, duke anulluar ligjin, duke anulluar Pashkën, duke anulluar Sabatin. Dhe mas andaj lindin reformistët në 1600, mbajnë të njëjta gjëra. Ndërkohë reformistët Calvin dhe Luteri thoshte digjni sinagogat në librin e tij në 1500. Ndërkohë Calvin dogji e praktikovi urdhërimin e Luterit e praktikovi Calvin, mos andaj John Calvin. I dogji dy persona gjalla në Zvicër. Mos ndoshta shikojmë apostull që bën në gjë të tilla? Për ju je reformistë, mos andaj ngrishe tjetra, o vlla ti heretik më tha mua në Tiranë. Ndërkohë vllai vrapo për t'inkurajuar tyne dhe motrën tënde. Ishte pjesë në Tepelenë. Ndërkohë vrapojmë në reformistët që djegin njerëz. Ndërkohë zemra time digjet për të marrë jetën e përjetshme tine, që nuk je mirë, nuk je mirë. Por ndërgjegja është aq shumë pllakosur në mëkatin e shkeljen e ligjit në Shqipëri sa që ati pas mëshirë, prandaj po vajtonja pak më përpara rrëfimin e shkelive të ligjit për kombin tonë, që ti çohet te imani atit. Ndoshta ati kthen mos andaj, largon zemërimin e tij nga populli tonë që është shkretuar, shikojnë familjet, shikoj çfarë ndodh në Shqipëri. Mezi ka me mira familje që mezi mbyllin ditën. Me tërë gjërat që ndodhin, me tërë gjërat që janë për të paguar, për tërë korrupsioni që ndodh në vendin tonë. Mos mendon sepse ati nuk i shikon, ati ka lënë ato gjëra për shkak të palishmërisë tonë. Për shkak të palishmërisë tonë. Sepse kemi apostullin Shaul që na thot disa fjalë tu, le t'i lexojmë. Sepse unë thot nuk guxoja të flas për ndonjë nga ato gjëra të cilat Mesia nuk i beri nëpërmjet meje, por të sjell në ndëgjegjës jo hebrejnë të kombet me fjalë dhe me vepra, me fuqi, me shenjas dhe me çuditëra në fuqi të frymës së Zotit. Tregovi shërbesin e tij, dëshminë e tij që unë jam prej Mesias ta dhe kam treguar thot karakterin tim, veprat e mia, biles dhe shërbesën time. Kështu prej Jeruzalemit e përqarke deri në Iliri kam kryer shërbimin e ungjillit të Mesias. Deri në Iliri erdhi apostulli Shaul. Mendohet që ka dokumente që thonë masandaj që deri në Durrës, okej. Shumë e mundur. Nuk ka hyrë rash në thellësi, por erdhi deri në Shqipëri, në brigjet e Shqipërisë. Apostulli që gjente kënaqësi në ligjin e Atit. Tani ku janë dishepujt e tij? Çfarë ndodhi në 2000 vjetët e fundit? Kemi masandaj këshillin e manastirit, kemi shumë këshilla që ndodhen në 1500-ën. Duke thënë që tani jemi një, siç bënte postimin masandaj Kosova. Ne protestantët në këtë rast lavdërojmë ditën, në këtë rast ditën e këshillave të manastirit, edhe ja këtu janë kaq katolike, kaq ungjillore, kaq muslimane, kaq bektashiane. Feja paqes. Ndërkohë, këto janë reformimet që populli shqiptar ka nevojë, vëlla motër. Këto janë reformimet.
apo reformimi në këtë rast, në urdhrime, transformimi në urdhrimet e atij ligjit, në zemrat tona, që ti dhe unë duhet ta gjejmë kënaqësinë. A nuk duhet? Apo ngelen koncepte të thjeshta, mos andaj I deklaroj unë këto gjëra. Unë e dua atin, unë e gjej kënaqësinë, unë I kërkoj atij, unë. Ndërkohë ishte një njëjti apostull që sapo prekën pak më përpara. Ja afrojmë bashkë. Ja ku I kemi valgjet. I njëjti apostull që ai gjente kënaqësinë në ligjin e Zotit të Atit Jahwe, sipas njeriu të tij të brendshëm. Në zemrën e tij, do thotë njeriu I brendshëm është një mënyrë tjetër për ta thënë në zemrat tona. Ai gjente kënaqësinë në ligjin e Zotit. E gjen ti vëlla motër në ligjin e Zotit? E gjen kënaqësinë tënde? Kjo ngjilet pyetja për popullin tonë. Për ty, për familjen tënde. E di se e gjen kënaqësinë me anë të besimit në ligjit tia. Sepse për të patur kënaqësinë në diçka, do të kesh besim. Për të patur kënaqësinë tek Ati, që është karakteri tia, që është ligji tia, ti do të kesh besim. Mos ndoshta apostujt kanë një identitet tjetër? Ky është identiteti I tyre. Të njëjtin kënaqësi gjeti Mesia Jeshua, Krishti I Izraelit. Jo ai katolik ortodoksi që fillovi masandaj në vitet 300-400 dhe masa u turrën drejt atij. E di pse u turrën drejt atij të remit? Sepse ai nuk të thotë gjë të besht, mjafton të besosh. Edhe vazhdon jeta në atë mënyrë. Siç e bente komentin njëri këtu, tha, o vlla, tha, po pse mundohesh aq shumë, tha, krishterimi, tha, nuk është I vështirë, tha. Kërkon pak sakrificë dhe kaq, tha. Ti tha mos e bëj të vështirë. Nga dolën këto deklarime? Mos ndoshta ne jemi Zoti? Mos ndoshta ne kemi shkruar Biblën? Ka thënë ai disa gjëra që ti dhe unë duhet të praktikojmë dhe normal që nuk I kam takuar atë vllajën sepse normal që bën komente në telefon dhe janë burje mishore. Ndërkohë burja jonë, kënaqësia jonë duhet ta gjejmë në Atin Jahwe, në ligjin e Tij, sipas njeriu ton të brendshëm, duke ndjekur gjurmët e apostujve, duke ndjekur gjurmët e të veçuarit, të përsoshurit, Mesias Jashuas. Që apostulli Shaul erdhi dhe predikoi deri tek neve. Gjene I liri apo jo? Kam kryer shërbimin e lajmit të mirë të Mesias, duke u përpjekur të ungjillizoj atje ku nuk ishte I njohur emri I Krishtit, Mesias Jashuas të Izraelit, që të mos ndërtoj mbi themelin e tjetrit, sepse nuk ndërtohet mbi themelet e të tjerëve. Aq më tepër kur ligji është hequr dhe është një Krisht I remë, çfarë do ndërtosh atje? Çfarë marrëdhënie do ndërtosh në fundit? Ndërkohë po mundohemi të ndërtojmë themelet e shëndosha që Mesia Jeshua eci duke praktikuar ligjin e Atit të vet, që apostujt gjetën kënaqësisë së bashku në ligjin e Zotit. Dhe kështu nuk mëkatuan, kështu ti nuk mëkaton, kështu gëzon familja tënde. Premtimet që nuk do të mungoj asnjë gjë thot, vetë siç I prekëm dije. Janë urdhërime që Ati ka folur për të mirën tonë. Nuk janë një fjalë do si do, thot, është jeta juaj. Është jeta tonë, vëlla motër. Ligji I Tij I përsosur, urdhrimet e Tij, festat biblike, të Levitiku 23 është jeta jonë, është gëzimi jonë, është kënaqësia jonë, është urtësia jonë. Ja lëm porosi familjes tonë, bijve të bijve, që dhe ata të kenë kujdes të praktikojnë fjalët e atij ligjit në jetën e tyre. Dhe nuk shqetësohesh masandaj se që do bëjnë ata, sepse kanë vullnetin e lirë dhe ata nuk ke autoritet me, se shikojnë që sa më shumë rriten, autoriteti I bie, autoriteti prindëror, apo jo. Prandaj ti merre në zemër sot fjalët që po të them, po të dëshmoj, që t'ja lesh porosi bijve
që ata të kenë kujdes të zbatojnë në praktikë tërë fjalët e këtij ligji, sepse nuk është një fjalë pa vlerë për ty, por është jeta juaj. Fjala e jetës që apostulli thoshte, që mori në malin Sinai. Stefani thash fjala e jetës që na i dha Moshe në malin Sinai, Veprat 7:38. Dhe vjen apostulli Shaul që gjente kënaqësinë në ligjin e Atit, i njëjti apostull të thotën e Filipianëve 2, ta mbajmë lart fjalën e jetës, ta mbash lart fjalën e jetës. Lutem Atit. Lutem të ketë folur në zemrën tënde. Lutem Atit.